Quhem Luan Merdani, vi nga Gjirokastra, merrem me bletari, që kur kam lindur kam patur blet në shtëpi dhe kam vazhduar tërë jetën që jam marrë me bletari, me shkëputje kohe për 15 vjeçare gjatë emigrimit. Jemi kthyer në Shqipëri rreth vitit 2005 dhe kemi vazhduar përsëri me bletari dhe me biznese tjera. Por tek bletaria jemi përkushtuar shumë tek qumshti i bletës, rritja e mbretëreshave, shtimin dhe mjaltin, që bleta bën edhe mjalt. Themi ne bletëricit. Sot ne kemi ardhur në Fier te bletaria e Ferdinand Muskaj dhe falenderojmë gjithashtu sepse na ka ofruar bashkëpunimin e tij në këtë park në Kreshpën të Fierit. Ka kushte që favorizojnë kryerjen e procedurës për rritjen e mbretëreshave. Sot është dita që ne shikojmë a kanë filluar të pjellin mbretëreshat, që ne i kemi filluar translarvën e saj në 18 shkurt, janë bërë ndarjet shtesat në datën 28 shkurt dhe këto mbretëresha kanë dalë diku te data 2 mars. Sot është data 15 mars dhe ato kanë hedhur vezët e para. Kanë hedhur një kornizë që i themi ne bletëricit me vezë. Kjo është arritje për ne, për gjithë bletëricit që nuk besojnë se këto realizohen, po këtu në Kreshpan të Fierit realizohet. Për këtë arsye unë kam marrë rrugën nga Gjirokastra, duke patur një përvojë të gjatë në bërjen e mbretëreshave në Gjirokastër, erdha dhe në bashkëpunim me Ferdinandin, po e kryejmë në Kreshpan këtu në Fier. Sa para kohë jeni? Mbretëreshat e para që dalin në zonën time, pak në Gjirokastër, janë në mes të prillit e mbrapa. Do me thënë, ne në 15 prill mund ta kemi këtë situatë që është këtu. Këtu është një muaj përpara gjithë kullota. Shera e parë që prodhojnë ka qerët mbretëreshat? Po të paktën këtu në jug të Shqipërisë besoj se është herë e parë që nxirren që ka qerët. Ju sot keni ftuar edhe kolegë tuaj? Ne kemi ftuar, ose më saktë, kanë ardhur 3 nga kolegët tanë nga Kosova për të marrë përvojën tonë për mbi bletarinë në Shqipëri, kryesisht për mbashtimin e mbretëreshave. Normalisht ne duhet jemi të maskuar, të kemi masat paraprake kur shkojmë te bletët, jo siç jam unë, sepse këto e bëjnë punën e tyre. Sot ka qenë një ditë e vështirë sepse ka shumë erë dhe bleta shumë e acaruar, e shqetësuar, por ne për hir të ardhjes të miqve tanë, ne do ta kryejmë atë inspektimin në blet. Fillojmë. Së pari vi nga Prishtina, Kosovë, ka marrë te Ferdi, këto në bletishën e Ferdit, kemi pasur bëhet mbjellja e kubzave, na i them kubza, ju i theni qele. Kështu që faleminderit pej zotit shtëpisë, këtë rast Ferdit, na ka prit, kemi ardhur, kemi vizitu parkun e tina, se si bëhet një shërtim i bletës, domethënë amave të reja. Ju jeni bletar prej sa kohë? Bletar që 15 vite. Koshere kam dikun 50 koshere, domethënë plus minus janë. Tash dimrit marrim mbi 40, verës shkojmë deri te 70 me koshere. Atëherë ju sot keni parë se si prodhojnë mbretëreshat e reja, ndoshta është herët për të prodhuar? Te ne ka qenë herët, te këta kanë fillu tash më duket si vjet, ka qenë me sukses, ta shohim rezultatet, po duken si janë rezultatet mira, ta shohim se si do të jetë. Do të keni bashkëpunim? Po, kemi filluar bashkëpunimin që 10 vite në bazë Zoomit që kemi të shtunave që marrim një Zoom, aty jemi njoftu, aty kemi filluar. Na ka prit, kemi prit, kështu që kemi pas një mirëkuptim të mirë.